Përshëndetje, unë jam Shpresa, unë jam një Health and Wellness Holistic Health Coach që merrem me trajnimin e njerëzve që kanë nevojë për me përmirësu shëndetin e tyre në çdo fushë të shëndetit që ka lidhje me anën fizike, mendore, shpirtërore dhe emocionale. Përpara se të filloj temën e sotme, dua t'ju kërkoj ndjes se e folmja ime në Shqip mund të mos jetë krejt e qartë, mund të jetë paksa e ngadalshme, nga njëherë më duhet të mendoj se si ta përkthej një fjalë nga anglisht në Shqip, kështu që ju falenderoj shumë për durimin dhe për ju që nuk keni durim, it's okay, gjithsesi ju falenderoj që ma dhat një shans, por ndoshta në vitet e tjera do ta kem gjuhën shqipe edhe më të rrjedhshme. Okej, të fillojmë. Sot do flas pikërisht për ata njerëz që kanë nevojë të ulin peshën, por nuk kanë pas rezultat edhe pse kanë ndryshu dietën e tyre të një dietë më e mirë, po bajnë ushtrime fizike ashtu siç duhet, mirë po nuk po gjenë ato rezultatet për cilat po punojnë. Për ju që keni marrë këto hapur përpara për me përmirësu shëndetin tuaj edhe për me arrit atë qëllimin me pas një trup më të mirë, me ul peshën të ajo ku dëshironi ju, unë kam 3 këshilla për sot. Shpresoj që duke i apliku, jo vetëm shpresoj, kam shumë besim edhe ka punu shumë për klientët e mi kur i kanë apliku këto këshilla që po ju jap ju. Edhe jam e sigurt që do të punojnë edhe për ju, por e vetmja gjë që duhet bani është ti aplikoni. Okej, këshilla e parë është që mos numroni kaloritë e ushqimeve që konsumoni. Studimet kanë arritur në përfundimin që numrimi i kalorive për uljen e peshës nuk punon. Nuk punon pasi kaloritë nuk janë të gjitha njësoj. Okay? Për të njëjtën sasi kalorish, ta zam 20 gram kalori të marrën nga sheqeri dhe 20 gram kalori të marrën nga spinaçi, nuk është të njëjta gjë. Me spinaq mundesh me hangër gjithë ditën edhe nuk të ban asnjë problem. Mirë po, si kur të hash 20 gram sheqer gjithë ditën ose për ditë, atëherë do të kesh shumë pasoja të këqija në lidhje me shëndetin. Kështu që kalorit vetëm çojnë atë stresin në trup, pasi të duhet çdo moment që fu diçka në gojë, duhet me përkthy sa kalori është, se si ka me ndiku, sa kalori ke hangër deri në atë pikë, kështu që nuk punon. Ajo këshilla e dytë është që të krijosh një sistem dhe regjim gjumi që është i përshtatshëm për ty. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që ti duhesh ta përcaktosh dhe ta dish vetë se sa orë gjumi të duhet ty që të funksionosh në mënyrë optimale ditën tjetër. Për shembull, ne gjithë jemi njerëz, po jemi ndryshe. Për mu nevojiten 6 deri në 7 orë gjumë për me funksionu optimalisht ditën tjetër. Për dikën tjetër i duhen 8 deri në 9 orë gjumi, ose për dikën tjetër mund të funksionu krejt mirë me 6 orë gjumë. Por ti duhet ta përcaktosh atë për veten tënde. Një gjë që të gjithë duhet ta aplikojmë është ajo higjiena e gjumit, që do të thotë duhet të shkosh në shtrat, në darkë, në të njëjtën kohë dhe të çohesh në mëngjes nga gjumi në të njëjtën kohë. Kjo është ajo higjiena që duhet ta bëjmë ves të mirë dhe ta aplikojmë çdo ditë. Studimet tregojnë se nëse dikush nuk e ka marrë sasinë e gjumit që i nevojitet, ditën tjetër ka me kenë 25% më i uritur se sa nëse ai kishte pas atë regjimin e gjumit ose sasinë e gjumit që i duhen. Në të njëjtën kohë, vendimet që marrim gjatë kësaj dite që ne jemi të pakët në gjumë, janë shumë më të dobta se vendimet që do të kishim marrë sikur ta kishim plotësuar orarin e gjumit që na nevojitet. Dhe këshilla e tretë është këshilla në lidhje me stresin.
maji stresin, nivelin e stresit sa ma të ullët e ma. Ne të gjithë dim se stresi është nevojshëm për jetën e përditshme, por në një sasi të pakët dhe të shkurtër. Nëse ne e mbajmë trupin në stres gjithë kohën, atëherë do të thotë që krijojmë atë rrisim nivelin e kortizolit në gjak. Nëse niveli kortizolit është i qumë të gjithë kohën, atëherë trupi është në një inflamacion të vazhdueshëm që e krijon sëmundje, krijon shumë probleme me shnetin, dhe tjetra është se i thot mendjes se ne jena në një rrezik të vazhdueshëm. Nëse trupi dhe mendja mendojnë se jena në rrezik, atëherë në mënyrë që të shpëtojmë nga ky rrezik, trupi dhe mendja vendosin që të konsumojnë sheqerin për energji. Një sheqeri dhe yndyra janë vetëm të dy format që trupi konsumon për energji. Po nëse jemi në rrezik të vazhdueshëm, nëse mendon mendja, truni dhe trupi si jemi në rrezik të vazhdueshëm pasi jemi në stres, atëherë ata vendosin që të konsumojnë sheqerin për energji, pasi se sheqeri digjet shumë ma shpejt dhe ma kollaj se sa yndyra. Dhe kjo është arsyeja sepse ne akumulojmë yndyrë shumë nëse jemi në një nivel stresi të lartë dhe të vazhdueshëm. Shpresoj që kjo ja ka qartësu pak a shumë se pse këto 3 hapa do t'i ndihmojnë që të ulni peshën ose mbi peshën dhe të arrini peshën e trupit që dëshironi edhe formën e trupit që dëshironi. Shpresoj që ti aplikoni këto 3 këshilla dhe të arrini rezultatet për cilat po luftoni kaq shumë që të arrini. Edhe shpresoj të keni fat. Shifemi në vitet e tjera. Mirupafshim.